në kuvend. Kështu që, siç e thatë edhe ju, kemi rastin e fundit, për shembull, me lidhjen demokratike, ku ashtu mund të themi që e ilustron qartë këtë realitet, për arsye që pas zgjedhjeve të 7 qershorit, Vjosa Osmani ka deklaruar publikisht se vetëvendosjen nuk ka arsye për me refuzu mandatin e saj të ri, pra si presidente. Në të njëjtën kohë kemi parasysh edhe faktin që e njëjta, gjatë fushatës zgjedhore kishte fjalë shumë më të rënda për lëvizjen me vetëvendosje, ndërsa në anën tjetër, edhe nëse veç pajtohen lëvizja vetëvendosje në këtë situatë, atëherë mund ta kemi rastin edhe tek deputetët e tjerë të lidhjes demokratike, siç është rasti i Abdullah Hotit, po ashtu Hikmejit e Bajramit, po ashtu disa deputetëve të tjerë të cilët kanë deklaruar që nuk hyn në koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Kështu që në këtë rast vullneti i subjektit politik është thuajse barazim e zero, për arsye që vullneti i subjektit politik nuk e determinon edhe vullnetin e secilit deputet. Për arsye që deputeti ka mandat të lirë dhe mundet që të vlerësoj dhe që të votojë lirshëm, pa ju nënshtruar asnjë mandati detyrues, dhe se këtë situatë duhet që ta kenë parasysh të gjitha